Kur lexon të pejgamberi ajete të bënën hajgare, ha, pa na flet, kë neve po më pa na bin, se njeri kur vdes, e kur kalbet, ngjalla tapet, o ju njerëz, apënini që pa thojnë, talje, në atë kohë të zbritjes së shpallës, po kjo tallje ka vazhduar dhe vazhdon edhe sot. Apënini këta, për shefin këta sparmen kanë, ta i besojnë një njeriu të pashkollë, ende sot ke njerëz me nom ke njerëz Kosovën tonë, me peshë të madhe, të cilët të përqeshin e të nënçmojnë ty dhe mu, duke thonë, ta muslimant i besojnë ati njeriu analfabet me shkret e tjerat. Shef që shtallën me ty me mu. E sot, as nuk do të nxirremi prej xhehenamit dhe as nuk do të ju ipet juve shanse për me kërku falje. Jo. Bi annakum ittakhadhtum ayati llahi huzwa. Kjo vuajtje, kjo harris, kjo futje juaj në dënim në xhehenam, është si rrjedhuj e asaj bi annakum ittakhadhtum ayati llahi huzwa, sepse ju tallëshit me argumentet e Allahut azza wa jall. Sa njeriu tallet me pejgamberin tonë, sa njeriu tallet me Kur'anin tonë, sa njeriu tallet me namazin tonë, sa njeriu tallet me xhamiat e minaret e ezanin tonë, sa njeriu tallet me shamijat e mbëlesën e motrave tona, sa njeriu tallet me agjerimin e haxhit tonë. La ilaha illallah. Sa njeriu tallet me bindjet tona, me fen tonë. Tallet, bëjnë shaka, na nënçmojnë, na përbuzin, atë sa kanë mundësi. Wa garratkumul hayatud dunya. Pra ju tallëshit me argumentet e Allahut. Kur lexon të pejgamberi ajete të bënën hajgare, ha, pa na flet, kë neve po më pa na bin, se njeri kur vdes, e kur kalbet, ngjalla tapet, o ju njerëz, apënini që pa thojnë, talje, në atë kohë të zbritjes së shpallës, po kjo tallje ka vazhduar dhe vazhdon edhe sot. Apënini këta, për shefin këta sparmen kanë, këta i besojnë një njeriu të pashkollë, ende sot ke njerëz me nom ke njerëz Kosovën tonë, me peshë të madhe, të cilët të përqeshin e të nënçmojnë ty dhe mu, duke thonë, këta muslimant i besojnë ati njeriu analfabet me shkret e tjerat. Shef që shtallën me ty me mu. Tallën njerëz. Wa garratkumul hayatud dunya. Dhe u mashtrojnë juve apo ju mashtruan juve të mirat e dënjas. Këto dalëm që tha mehret e shtresa me lartë atje në hadith. Të mirat e dënjas këni mashtrojnë ma shumë, që aty një që hebi zotet mirat e dënjas, a i që s'ka, a i që ka mashtrej fukaraja me nëzë që njët bukë që bje men atina për lukse, për kazimna, për faqet zeza, për që bje men, se dinat të sene heqaj. A i tonë prokopimin e ka, që ishme ngi vetën bukë edhe fëmit e ti. Smerët me sene tjera. Dhe shep se si fukarallaku mundet me qenë dere fort e gjenetit për robin, anëpse e udhë billah, Allah në arruaj për fakrit, varfëris, por jo dëmës dëshmërisht, fukarallok është i keq. Jo dëmës dëshmërisht. Asë njëherë. Se kur si jo dëmës dëshmërisht pasionia është e mirë. Asë njëherë. E mirë është ta që të ka zgjidhë Zoti për ty. Dhe ti që i knaqur me te. Dhe jërë falenderues. E bitë gjitha ki imanin. Imanin dini. Tjera sa t'ja pa Allahu. Elhamdulillah. Po dhe kur ti merë, elhamdulillah. Pra juve, këtë dënim u gjithë juve, sepse ju talëshit kër u lexonin juve ajetet kuranore. Talëshit me argumentet e mija në dynja, me dinin tem, me rëbët e mi. Me fen tem. Dhe ju mashtri ju e dynjaja. Dhe ke mashtri, dynjaja është e randë, sepse dynjaja po i mashtron shumë musliman. Zbukërimet e dynjas, post, leku, pozita, lakmia, e vërbën robin. Lakmia e vërbën.
dëshira e madhe për marrë dhejtë pasunia, i avërbon robit syt në shumë elemente. Për ata më shil her një sy para një harami, her më shil tjetër para një harami tjetër, her më shil dytë para një harami tjetër, edhe hec, sepse thëtë Zotë është më shërë shumë, jena në kohën e ligë, jena në Evropë, nuk mujnë jam i rujt harameve, zban për përzi ka pake, sinter kërshqitore, se nëse nuk shes alkohole, sojma zban për maru i shpiju në qoftë edhe me kamate, zban për bo ka pak dalavere, mashtrimin, shqitlerje, po kjo është një zbukuru dënjaja, një zbukuru ati dënjaja dhe me hamar si kanë ceri, krek, pak nga pak, e mashtron, sepse sënimin e ka që shmboj pasur, apo ai tjetër është me armë pas të politikë atje, dhe ta bën ka bëllë ranën, ta bën ka bëllë lëshimin e shmangjen, apo iken rona zëtë të ndonjë farzi, të ndonjë vajibi, veç për më harë, dikun atje kur sëndan. Dhe të mirat e dënjas janë të shumë të Allah në ruajt, në përmjet të cilave shumë le robi e humbë ahiret. E ne e dim se të mirat e dënjas janë halal për neve, apo me kufi. Dhe këto është për qëllim kur të mirave të dënjas, u ja për parësi dhe i lënë ahiret. E harrën të ndalimin e Zotit se Korani është, se alkoholi është haram me shit, e me blej, dhe me marrë parën e tina. E harrën. Dhe shka në shetë alkoholi. Qka ndodhe? Edhe për parësi haramët e ullë farës. Për dënja e bane këto. Te e besen ahiretin, po të mashtrej dënjaja këto. A më të mashtrej edhe dikon, e tani qka? Ka jamante. E që me një haram mjaftan robi, mjaftan me një los, me helmum, një vërësmi, hi e njeri ju të në tropë balër. Së dhe që ta jetë për flasën për jo besimtarët, po neve në dhemë, sepse dhe besimtarët, shumë herë pjesërisht i mashtron dënja. Se në thamë kërëtësisht atër dalin për dinit, por pjesërisht i mashtron dënjaja për mja kujtu vetë vetës dhe juve të ndëruar. Feljome la ju khërgjune minha, o la hum yusta'tabun, e sot as nuk do të nxirremi prej xhehenamit, dhe as nuk do të ju ipet juve shanse për me kërku falje. Ja. Këtë dënja e ka thënë Allahu, çdo ditë, pëndohën o Rabb të mi. E dera e pendimit është e qelë prej që ka kriju Allahu këtë dënja dhe nuk mbyllet derisa të dielli nga pendimi. Dhe çdo robit i mundësohet me u kthye në din të Zotit edhe nëse është 5 minuta apo 10 para se me vdek, përderisa nuk i kanë ardhur kërham të vdekjes. La ilaha illallah. Dhe se çdo natë që ka në hadith të vërtet, Allahu në pjesën e tretë të natës thot, a ka kush që bjen istighfar, kërkon falje, e mi falje. Po është kërku pe i tejen, këtë dënja 30, 60, 90 vjetë, natën e ditën është kërku, o robi jam, këtheu. Si e këthej. Tash mu në gjehnem, stafet mënësia, asë nuk e këthen kryt kush pe i teje. Për ata Allah pa thot, o la hum yusta'tabun, atja që limpet pe i tyne, mu pëndu, e me fitu razin e Zotit, apo me vojst të jura istighfar, apo me rapeshlan, që smirë kësh me tamë. Çdo gjë ka përfundu, kryja e punëve. Dash pëndoh, dash pësë pëndoh, që ka dush banë. Aty je për gjithmonë Allah.